Po, kemi antarësia sa vjen e rritet, domethënë çdo moment kemi antarësi kompani të reja të cilët bën antar të asaj, ne përmes rrjeteve tona sociale që i kemi postojmë gjithë këto përditësime, update-a si duhet quhet, domethënë që kompanitë ta shohin, kemi kompani të mëdha që tu për efekt nuk do i përmendim me emër, i kemi gjithë të postuara në rrjetet tona, kompanitë të cilët janë globale dhe kanë qendra në Maqedoni, ata me automatizëm janë pjesë e rrjetit tonë. Domethënë kompani me 2-3 mijë të punësuar e kështu me radhë. Edhe tash vetdijet e kompanitë lokale ne po punojmë në atë aspekt. Ne si event fillestare patëm një event në 30 qershor të vitit 2025, e cila u mbajt te lokacioni i TV21-shit Coworking Space, ku ishte një event super elegant, morën pjesë shumë kompani dhe njerëz profesionist. Aty se formati i eventit nuk është format proaktiv. Në ndërkohë ke një skenë ku zhvillohen themi debate, ligjërata të ndryshme për një temë të caktuar, në një pjesë tjetër ke një pjesë ku kompanitë i kanë shtruar domethënë shtandet e veta ku bëjnë prezantimin e produkteve, shërbimeve të tyre. Një kompani tjetër, një hapësirë tjetër është me disa punëtori, themi apo workshops